Në stadiumin e qytetit në Tetov, skuadra Kuqezi është një koqire e Pelisterit të Manastirit, ku pritet të vazhdoj rrugtimin e sukseseve për mbrojtjen e titullit kampion. Por në këtë përballje Shkëndija do t'jetë e hendikepuar pa me sfushorin Reshat Ramadanin, i cili në ndeshjen miqësore Irland-Maqedonie Veriut ka pësuar këputje të ligamentit dhe detyrohet i nënshtrohet operimit. Shkëndija sot paradite zhvilloi seancën e fundit stërvitore para ndeshjes së nesërme, ndërsa futbollisti i mbrojtjes Imran Fetai, që pati një super ndeshje debutuese për përfaqësuesen e Maqedonisë së Veriut në Irland, para gazetarëve tha se ekipi është maksimalisht i motivuar dhe i fokusuar për suksesin e radhës. Atmosfera është shumë e mirë, shumë pozitive, jemi të fokusuar maksimum, që kemë të marrim nesër 3 pikët, por du të kemi kujdes sepse këto ndeshje dinë edhe t'jenë ndeshje vështira edhe të rrezikshme, por ne jemi me fokus 100% dhe shkojmë për fitore nesër. Duke komentuar përballjen e para disa javëve me Pelisterin që u zhvillua në Tetov, futbollisti Kuqezi tha se tani jemi 100% të fokusuar për të fituar pikët. Normal, siç thash, është e fokusuar për shkak ndeshjes fundit që e kishim me Pelisterin, ku ndoshta nuk na shkoi edhe si duhet edhe aq mirë, dhe për atë jemi të fokusuar 100% dhe shkojmë për 3 pikë. Ndeshja Shkëndija Pelisteri luhet nesër me fillim në orën 13:30, ndërsa po nesër, por me fillim në ora 15:30 në Shkup, zhvillohet edhe ndeshja Vardari Makedonia Gjorgje Petrov.